Mirëmbrëma miq. Në studio kam të ftuar Arben Gegën, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet në këtë zgjedhje. Zoti Gega vije nga rrethi i Suarekës, biznesmen afarist i suksesshëm, megjithatë me politikë merret që shumë vjet. Ai për herë të parë i drejtohet votuesve me kërkesë që të votohet, të shkojnë në Kuvend Kosovës për të shtyrë përpara disa tema specifike. Ato kryesisht që lidhen me sektorin e ndërtimit, me të drejtat e punëtorëve, me sigurinë në vendin e punës. Bashkë me mua është edhe Visari, do të kemi një bashkëbisedim me zotin Gega rreth ideve të tij me të cilat po provon me hyrë në Kuvend. Mirë se erdhe, zotë Gega. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Çka tu dasht me hyrë kësaj gare? Çka të shtyni me hinë? Kur i ki punë të mirë, kur e ki një biznes të mirë, të suksesshëm, edhe me kalu sa ma shumë kohë në biznes, sepse politika po aki dëmton në biznes. Po, unë jam rrit me një familje, me një autoritet shumë të mirë në vendin ku jetojmë, prej Studençanit Suarekës, edhe me njerë mas luftës me aktivizimin e partive politike, janë ofru njerëz të partive, më na ofru ofër. Edhe ndërkohë kam qenë pjesë e procesit të zgjedhjeve, proceseve lokale, proceseve të zgjedhjeve parlamentare. Mandej prej 2017 edhe si kryetari në Ndegës në Studençan, po dhe shoqërinë që janë në Prishtinë, që janë në struktura më të larta të Partisë Demokratike, na kanë respektuar dhe na kanë ofruar ofër tu llogarit në autoritetin e familjes edhe në autoritetin tonë që kemi filluar me ndërtu. Edhe u banën 7 parë zgjedhje, tu qenë pjesë e procesit, si herë i kom vendos me hyrë garës edhe vetë. Tu pas parasysh që prej 2010-ës si menaxher, mandej prej 2014-15 kom fillu si investitor vetë si ndërtues, edhe me problemet që jemi ballafaqu, e kom patë arsyeshme që mundemi me dhanë një zam atë fuqishëm në parlament, edhe me shty shumë procese për që konsideroj kanë me të mrapa. Na dim Kosova është shtet prej vitit 2008, në atë kohë nuk ka pas edhe ministri, edhe infrastruktura ligjore për shumë fusha mungon, e sidomos të fusha e ndërtimit, që tash është prej fushave më të suksesshme me qarkullim më të madh, domethënë që është punu me ndërtim. Te ligji i ndërtimit kemi ngel mrapa, te digitalizimi i procedurave, mi thjeshtu procedurat, te siguria në punë e punëtorëve. Procedurat e aplikimit për leje, ke fjalën. Po, për shembull te procedurat e aplikimit për leje edhe do të flasim për këto. Po më intereson një çështje tjetër. Janë strukturat PDK-s në Suarek. Në Suarek PDK-ja është partia e tretë. Po, e katërta realisht. E katërta, po. Ka qenë më mirë PDK-ja. Në 2010 ka qenë partia e parë. Partia e parë. Pra nuk është një periudhë ku me ditë sa e gjatë, prej partisë e parë, sot me ra partia e katërt. Çka ka ndodhur me PDK në Suarek? A keni analizë se pse ka ra PDK-ja kaq poshtë, dhe cili mund të jetë kontributi yt që PDK-ja në degën tonë, në Suarek, po flas, të rikthehet aty ku ka qenë. Mendoj që pak janë lënë anash strukturat e Partisë Demokratike në Suarek, nuk është dhënë ashta shumë hapësirë njerëzve të ri me funksionu. Edhe tash prej 2018-s nuk ka pas më zgjedhje të brendshme. Edhe kemi prej 2018-s Partia Demokratike nuk ka pas zgjedhje të brendshme, edhe kemi mbet çashtu njëjtit njerëz. Ishte në 2009 Ramvata që shkojnë në balotazh, ishte shumë afër fitores, 2010 fituese, mandej a ke mungese kandidatëve tjerë apo për zgjedhje jo e mirë dhe fillon
me ratë e poshtë, mas keq të jemi ka në 2021 kur kem ratë tash. 2021 e dim si ka qenë. Po edhe në zgjedhje lokale jemi kanë keq, e tash është mirë që ka filluar ngritja. Domethënë edhe në zgjedhjet e nëntë shkurtit, në zgjedhjet parlamentare kem pas një ngritje, po si parti edhe në zgjedhjet lokale kem pas afër 5000 vota, 4600, 4700. Edhe unë tash e shoh që ka njerëz që mundemi me afru shumë, edhe ka njerëz të interesuar me votu kandidat të ri. Domethënë Jeni veç dy kandidat. Është zoti Enver Hoxha, profesor ishte zakonisht kryeminist, ishte ministri, cilën e falenderoj për mbështetjen, për përkrajen që ma ka dhënë për kandidaturën time, edhe kryesia normal e kanë mirëprit kandidaturën time, edhe pse si kryetarin e ndegës, mirë po tu e pas parasysh edhe punën me biznes që e baj, suarek jam çdo ditë, jam i afërt me secilin njeri, takohem çdo ditë me shumë njerëz. Edhe ta shkove të fundit, kur kam vendosur veç me nda menën që thojnë për kandidat, kam taku shumë njerëz që nuk kanë votu 2 parë zgjedhje, 3 parë zgjedhje, nuk e ka bërë përshtypje. Që tash votojnë. Që tash janë shpreh të gatshëm me votu. Përkatësisht për ty edhe PD-n. Po për Partinë Demokratike edhe për neve, po nashta ka mungu komunikimi, ma tepër me njerëz tash Suareka është vend i vogël, secili e njohë njëri tjetrin. Edhe kulturat e na është me ullë si cilit njëjnë tavolinë, me përshëndet, me komuniku, me ta, me të njoftë prej se afrëm. Çka ka me ndiku, domethënë, personaliteti juaj në kuptimin që me bind njerëz sikur këta që kanë thonë kemi me dalë me votu, për shkak se jeni një afarest, ndonë se nuk flisni, nuk doni me fol, jeni edhe humanist, në veçanërisht në kategori të dala nga lufta, pra keni një kujdes për veterantë e luftës, cilat janë pra ato shtysat, ato elementet kryesore që juve ju bëjnë të besueshëm edhe atraktiv për me u votu. Është periudhë gjatë, vebi që unë jam në treg të punës, njëherë si menaxher në kompaninë Ish Benaf që ka qenë, edhe kam qenë menaxher. Mandej studentat e Suarekës e dim 2006-2007 u konë shumë vështirë me hinë punë diku edhe me siguru studimet, edhe unë kam hinë punë në atë kohë në market në fund 2005 për me mbjetu me siguru studimet në Prishtinë. Mandej më ka ra si menaxher me punësu shumë njerëz Suarekës, fshatrat Suarekës, na jem pak lokalista dhe ju kemi gjendë pranë secilit që ka pas nevojë. Edhe faleminderit për tyne nuk e kishin harruar, në moment që e kom shpall kandidaturën, janë lajmëru shumë njerëz për mbështetje, për përkraje. Edhe është interpretu te familjet ndryshme, faleminderit Arben atëherë, ja ki siguru djalit punën, i ka kry studimet, se ka qenë në vështirë 2006-2007 për me qëndru në Prishtinë pa tarna. Mandej edhe si ndërtim, vendi vogël, afërsia me njerëz, komunikimi, autoriteti i familjes, më ka bo që me vlerësu që vërtet ja vlen me qenë pjesë edhe me vlerësu që mundemi me shty procese për para. Nisar, ju keni qenë vetë deputet, keni qenë Kuvend Kosovës, i njihni ata që kanë qenë kolegë me ty edhe tjerë që ndërkohë kanë ardhur, masi që ju keni vendos me braktis politike në kështu, aktivisht, pëse në politikë vazhdon me qenë, por nga një pozicion tjetër. Qa do me thënë për Kuvendin e Kosovës, kur aty hynë, bënë deputet, njerëz që janë afarest, janë suksesshëm në fushën e tyne të bizneseve, llojeve të ndryshme. A e pasuron kjo Kuvendin, nëse hynë aty, apo mundet me shkaktu dëm Kuvendit në kuptimin që mund mos me pas edhe kohë të mjaftueshme me ju përkushtu Kuvendit. Shetash, unë dhe më thonë nga përvoja e deputet, natyrisht në Kuvend bjen me pa tulli deputet, në kuptimin dhe më thonë mosha treja, mosha pak ma të shtyme, profesionist, njerëz që vinë për një fushë të caktuar, me një përvojë të caktuar, dhe ki njerëz pastaj që thonë, që bëjë shpesh hajore që herën e pas që ka qenë llogari bankare kur ka hinë Kuvend dhe kanë ushtruar dokumentin. Natyrisht që Kuvendi do të më përbojë për njerëzve që kanë përvojë. Fushave ndryshme, s'po thënë veç një fushë natyrisht, sepse që e përvojë pastaj është shumë e dobishme në punën e zakonshme të Kuvendit.
Në këto për një kohë gjatë dhe për shkak të polarizimit politik kanë filluar me kështu kuvendin si një fararene ku njerëzit dalin dhe marrin fjalime zjarta e shohin një tjetrin dhe shkojnë shpejt thonë që ky shumë mirë ja boni. Po në fakt puna kuvendit ka tjetër gjë. Me këshyr ligjet, me këshyr me i monitoru qeverinë, me i monitoru zbatimin e ligjeve, janë 100.000 punë ku të vyjnë profesionalizmi dhe ekspertiza. Që ta njerëz zakonisht që e mojnë, domethënë, diskutimin në kuvend me fjalime zjarta, këta nuk punojnë kur gjë histori. Janë të tjerë pastaj që e bojnë çat punën që duhet më u bë, e që shpesh herë nuk shihet. E në çdo drejtim unë mendoj që sa më shumë duhet me pas në kuvend që si njerëz. Për shembull, sa më shumë njerëz që vinë në fushë të caktuara, të rasti zoti Gega për shembull prej fushës ndërtimtarisë dhe biznesit, se ky pastaj e din cilat janë problemet aty edhe çysh duhet më rregulluar ato probleme. Se pa e pas që të përvojë e diskuton ligjin. Mirë, po ligji duhet me pas zbatim praktik, sa nuk është veç ide e mirë. Dhe çysh trajtohet nga njerë. E në këtë drejtim unë jam kështu me mu pas vetë, unë krejt kuvendin kisha mush me që si deputet. Me profesionist. Dhe me përvojë, mos harroj. Po s'pate përvojë, pune, çfarëdo fushë qoftë. Nuk mundesh më kon deputet i mirë. Sepse përvoja punës ty të mëson, domethënë çysh frymon një sektor i caktuar, cila është puna me njerëz, cilat janë hallet në sektorin e caktuar të njerëzve, edhe për shembull në këtë rast të bizneseve, sepse këtu shpesh herë kur flitet për biznese menohet vetë pronar, po biznesi nuk është pronar, biznesi është edhe punëtor. Edhe njerëz të shumt për rreth që prekën prej çatij biznesi. Unë e di që këtu ka pas një lloj kështu paragjykimi për njerëz që vinë nga bota afariste në futje në kuvend. Domethënë, për ky paragjykim për venimin tim është absolutisht i paqëndrueshëm. Përkundrazion me ne që kanë dobishëm siç janë dobishëm edhe po e përmend prap profesionistë të tjerë. Tash te zoti Gega edhe te Partia Demokratike e Kosovës, që e përmendet më herët, mendoj që po, domethënë viti 2021 ka qenë vit i vështirë. Të gjitha partitë për shkak të rritjes kaq të madhe të votës së lëvizjes vetëvendosje. Mirë po, nëse e shohim kështu trendin e rritjes ta zëm, këtë rast në komunën e Soharekës, edhe që thënë, a e shihni një trend të qëndrueshëm të rritjes së Partisë Demokratike të Kosovës, edhe në raport me dek tjera, apo pak më mirë, apo pak më keq, se kjo tregon pastaj edhe, domethënë, për të armën potenciale të partisë. Po, sa kem komunikuar edhe me struktura tjera, është një rritje diku më e lehtë, diku pak më e theksuar. Na llogarisim Soharek mi shtu mbi 1000 vota për Partinë Demokratike, me aktivitetin që kanë bërë edhe strukturat edhe na individualisht, po edhe në komuna tjera komunikimin që kem pas, për shembull Prizreni, Ferizoj, Raoveci, Lipjani, është një ngritje e theksuar e Partisë Demokratike. Edhe besoj që janë edhe ditë fushat, ka kohë për aktivitet, është një qetësi që ka është vrejt që ndoshta fushata që ishte për zgjedhjet lokale, po duket që njerëz nuk janë shkput për fushatës siç janë tu e vazhdu fushatën. Besoj që kemi punu kogja shumë me njerëz, edhe jemi aktiv çdo ditë, edhe struktura të tjera të Partisë Demokratike, edhe kryetarët e ndegve, besoj që kemi me pas rezultate shumë të mira. Edhe nivel të vendit, edhe nivel të komunës tonë Soharekës. Zotë Gega, ju identifikojnë, jo juve personalisht, sektorin e ndërtimit me një terminologji pejorative. Dhe kjo është theksu shumë në vitet e fundit, përkatësisht nga disa eksponente lëvizjes vetëvendosje. Kur kanë bërë akuzat e ndryshme, kryesisht në qytetin e Ferizajt, ajo që ata e quajnë, apo që quhet mafia e ndërtimit, mafia e betonit. Që do të thotë për ju mafia e ndërtimit, mafia e betonit? Dhe a jeni jo mafiaz, apo jeni një afarist i cili ka hyni biznesi dhe po kontribon edhe me ndërtu vendin, edhe me pagu taksa për shtetin, me mbush buxhetin, edhe me punësu njerëz, edhe me kriju mirëqenie të përgjithshme. Si shoqëri që kemi dalë pas luftës, nuk kemi qenë ashta shumë gatshëm për tranzicionin që ka ndodhur. Në aspektin e biznesit sidomos. Kemi pa markete, kemi pa pompa, kanë dhënë njerëz kontribut, kanë hap biznese. Te puna e ndërtimit kanë krijuar perceptimi që pa i pas 1 milion ja 2 milion euro nuk mundesh me fillu një objekt. Se jemi nis sicili prej vetit, nëse dojna me marru një shtëpi që duhet mi pas 20.000, 30.000, 50.000 euro për me fillu një shtëpi. Mirë po, tu e pas parasysh kërkesën që ka qenë jashtëzakonisht e madhe e njerëzve për me ble banesa,
kjo na ka lehtësuar punën shumë, se na një objekt e kemi filluar edhe nashta me zero, mirë po në mirë besim kemi funksionuar që është marrë leja, janë bërë shitjet e banesave edhe pa u përfunduar objekti. Kështu që unë menoj të shumica bizneseve të ndërtimit objektet kryen me vetë investim. Domethënë bën kontratë nga blerësi. Realisht na jem rreth i vogël, secili e njohim njëri tjetrin, është autoriteti i familjes, autoriteti i punës, vjen njëri e bën një kontratë thjesht, i bën pagesën bank, thot kur të vije bëj edhe kontratën te noteri dhe vazhdojmë tutje, domthonjë që neve na ka lehtësuar shumë. Po kjo që e përmene na ka godit shumë, sidomos 3 vite, 4 vitet e fundit, me dal kryeministri me thonë mafia ndërtimit, shpërlarja e parave po merret shumë e besueshme. Ndërkohë që ai është kryeministër dhe mundet me ndërmarr veprime me institucionet që i ka. Dhe kushdo që shpërlan parë me çu bërg, se shpërlamja e parëve është njëra prej veprave tatimore, janë institucionet e caktuara që mundin më të kontrollu. Po pra. Edhe kjo na ka godit shumë edhe është kriju mandej një opinion, sidomos te diaspora, është kriju opinion jashtëzakonisht i madh. Domethënë unë vet ka ndikuar negativisht. Shumë negativisht. Edhe po du me përmend një rast që më ka ndodhur, në moment që e kom shpall kandidaturën, që e kom postuar në Facebook edhe rrjetet lokale, Suarika News ato, janë paraqit 2 blerës me shkput kontratën. Na nuk e financojmë partinë e krimit ato ju jeni kriminala hajna. Na në Suarek jemi rreth i vogël e njohim njëri tjetrin. Përderisa unë e takoj edhe babën e personit që ka blerë dhe ndalim të njohur familjarisht, qysh me më quajt hajna dhe kriminal. Edhe kjo është shumë shqetësuese. Është shumë polarizim i madh i shoqënisë. Domethënë është për gjua e urrëties, gjua e urrëties. Na jem pluralizëm politik edhe ata me gjithë respektin për secilin Zvicër, në Gjermani, kudo në diasporë duhet me ditë pluralizmin politik, secili ka drejtën e vet me mbështet një parti caktuar, e gjen veten që aty konsideron që mundet me dhënë kontribut. Po sidomos sektorin e ndërtimit që kjo logjike ka godit jashtëzakonisht. Kem pas rastet në 2023-ën, 24-ën, kur u bë propagandë luftës, domethënë jemi shty 3 ditë me njerëz për me negociu çmimin për një investim më të madh prej diasporës, prej Zvicrës. Edhe të njëjtën kohë del edhe kryeministri, mas 2 ditë edhe presidentja, është rrezik për luftë, edhe zotëriu shkon në Shkup, në Republikën e Maqedonisë Veriut, shkon e bën çat investim. Që ka mujtë me pas Kosova investim. Ka pas veç më nënshkru kontrata, pothuajse terminit e noterit caktuar për me shku me nënshkru kontratën, më bë çaj investim Kosovë, është zhvendos në Shkup. Po ju keni një shoqatë të ndërtimit, e cila thuajse nuk funksionon fare. Pothuajse fare. Ka qenë pak më aktive para 3-4 vjetëve, tash nuk është që me thoni mbroni të drejtat e juja. Se kur keni shoqatë, e cila ju përfaqëson, edhe ju mbron edhe publikisht për këtyne linçimeve, këtyne akuzave që bën, atëherë nëse nuk arrini me mbrojt veten, për kujt pritni ju me u mbrojt? Apo duhet me hinë kuvend Kosovës, që nëpërmjet ligjeve? Unë e kam pa të arsyeshme që duhet me hinë kuvendin e Kosovës, edhe me mbështet prej mreni, me ndryshim të ligjeve, përmes komisioneve parlamentare, sektorin e ndërtimit, po dhe gjitha sektoret tjera private. Edhe shoqata ndërtuese, unë nuk e di edhe ku funksionon, domethënë se na e ndërtues të vegjël, që nashta ata të mëdhajt nuk na konsiderojnë serioz, apo edhe nuk e di çish funksionon, nuk e di as kush është kryetari i shoqatës, nuk e pas ndaj ftesë na herë për ndaj takim ose diçka të ngjashme. Po unë mendoj që prej mrena parlamentit kemi me dhënë maksimumin, kemi me dhënë kontribut shumë. E cilat janë ato pikat mrena parlamentit që kemi shty? Cilat janë ligjet? Cilat janë... Po te ligji i ndërtimit, unë besoj që ka hapësirë më punu shumë. Ku janë zbrastit të ligji i ndërtimit? Po mos harrojmë tash, na kemi bëj me inxhiniera që ka kalu koha e digitalizimit tash. Edhe për shembull mrena komunës funksionon drejtoria pronës, drejtoria e agjencionit katastral, drejtoria urbanizmit, ti duhesh me shku me prit me dërzu kërkesën në drejtoritë katastrës të sporteli në ora 9 mëngjes, me shku në ora 3 me marr fizikisht, nesit me çu në urbanizëm. Kur ajo mund të kryet me një sistem digital që secili e verifikon për çat pronë që po aplikon, e verifikon prej drejtorisë përkatëse a është që ky numër, a është me çto kushte, me çto. Kjo shmang edhe byrokracinë, po edhe shmang edhe korrupsionin. Jashtëzakonisht.
E rrit transparencën, po të nojë thjeshton shumë procedura. Komuna Prishtinës si vjet ka fillu e-lejen, aplikimin digital, po unë besoj që duhet me pas mbështetje më shumë këtë drejtim. Edhe komuna e Suarekës me cilat unë tash punoj, ka fillu, mirë po në zbatime ka pak ma problem, që unë menoj përmes Ministrisë të Ambientit, përmes Ministrisë Punës, duhet mja leju rritjen e stafit. Këtu që bëhet një gabim, për shembull komunat konsiderohen të njëjta në bazë numrit banorëve. Për shembull Suareka ka pas 5 vitet e fundit një zhvillim jashtëzakonisht madh ndërtimit. Tash nuk mundesh me krahasu ti Suarekën që i ka 15 ndërtues ose 20 aplikant të lejes për ndërtim, njëjtë me Rahovecin ose Dragashin që i ka 2 kërkesa ose 3. Domthonë kjo duhet më mundësu drejtorive të urbanizmit në bazë të kapacitetit punës që e kanë, më mundësu rritjen e kapacitetit punëtorëve. Një pikë tjetër që është siguria e punëtorëve. Do të thonë si vjet kemi pas shumë raste që punëtorët në sektorin e ndërtimit kanë vdek në vendin e punës. Këtu, sipas teje, çka duhet të përmirësohet, a mungon baza ligjore apo thjesht kompanitë janë të pakujdesshme, apo në disa raste mos harrojmë edhe punëtorët të pakujdesshëm, të cilët nuk i zbatojnë masat në vendin e punës. Problemin më të madh kemi që nuk i zbatojnë masat. Në sicilën punishte që mund me shku inspektori, helmetat, pajisjet tjera të punës i gjena për tokë. Domthonë ti blen pajisje çdo muaj, çdo 2 muaj, është problem me bindi kanë mi vendos. Unë menoj që kjo, për shembull, sa e di unë 7 ose 10 inspektorë janë krejt ministrinë për me inspektu punishtet e ndërtimit, që është mangësi jashtëzakonisht e madhe. Menoj që përmes ligjeve me edhe këtu të puna inspektoriatit me rrit numrin e inspektorëve. Mi caktu komunave që janë në zhvillim më tepër, mi caktu numër më të madh të inspektorëve, këta shkojnë përmes inspektoriatit të punës. Po mangësinë më të madhe çka kemi edhe te kontrata që e bëjmë me punëtor. Na si investitor na akuzojnë shumë, po në këtë rast na nuk jemi të mbrojtur. E bën kontratën me punëtorin në fillim të vitit, mas 2 javë ndërpret punën. Domthonë ti nëse investon për me i trajnu punëtorët, nuk i ku çfarë sigurie që ai rrin të paktën 6 muajt e tij. Edhe menoj që komunat, ministria, me një bashkëpunim sa më të madh me odën e inxhinierëve, me odën e arkitektëve, me i kanalizu gjanat më shumë te aspekti profesional. Mi u mundësu trajnime punëtorëve, me subvencionu shtetin këtë drejtim, edhe të njëjtën na më mbrojt, njëjtën kohë më mbrojt nëse e bëjmë një kontratë paktën që ka Gjermania, e dim njofshëm tanë që kanë shkuar që ka thonë e kam obligim 2 vjet me nejt çet kompani. Domthonë se neve si kompani na kushton çaj trajnim, çat punë që e bëjmë për çat punëtor. Mirë po na funksionojmë me një rreth shumë të vogël, e ki dajen të zakin të njofshmin, edhe ai ndërpret punën, ti nuk i çare pa ja dhënë çato ditë se çka ka punu se e din edhe kushtet familjare se çfarë i ka. Domthonë nuk e lejon karakteri i mjanal edhe çat rrog. Për shembull në Gjermani nuk e ka gale nëse nuk e lajmëron 30 ditë përpara, nuk i merr edhe çat pagën e fundit ose ndëshkime ndryshme që na nuk kemi drejt mja apo. Visar, jo edhe në institut merrni me këto tema. Po, në fakt, ndoshta përveç kësaj sigurisë punëtorëve kështu në përgjithësi njerë, unë mendoj që përveç këtyre që s'po i marr përballë tash, çka ka thonë kryeministri këto për sektorin e ndërtimit, për sektorin privat përgjithësi, sepse ato kërkon qëndrueshmëri s'kan. Unë mendoj që vërejtja ndaj sektorit ndërtimit kanë qenë kryesisht që i shoh për Prishtinë, po flas jo për Kosovën, në 2 natyra. E para është domethënë që sektori i ndërtimit ja kanë vesh përgjegjësinë për kaosin urban, shpesh herë. Që është një problem, e që nuk është përgjithësi që nuk është e saktë. Që nuk është krejtësisht e saktë, kështu e thonë. Edhe po që ta që e folëm domethënë siguria e punëtorëve, tash për shkak të natyrës punës aty ka pas më shumë të raste, edhe rrezikshmëria është më e madhe. Dhe më pëlqen shumë që i ke adresuar këto dyja te programi yt, sepse nuk është e zakonshme fort kur për shembull një pronar i biznesit, një investitor e ngrit çështjen e punëtorëve, si mësumë pa të tilla. Atë zakonisht që ngritet për punëtorëve. Pronari është ai që thotë atë unë po këshyrim sa më pak më i pagu e sa më shumë më fitu. E kjo është për mendimin tim për të përshëndetur sinism. E juja edhe për kuvend. Edhe digitalizimi i shkëndesht dhe bashkëpunimi, po ashtu me odën arkitektëve i shkëndesht me adresu edhe këtë çështje, domethënë që projekti yt me qenë në përputhje pastaj me interesin urban të vendit ku po investohet. Që na një gjatë me kuptu. Kosova mas 99-s ja ka nis pizzeros gati në secilën fushë.
Na mund me thonë që dojna, na nuk kena pas përvojën me ndërtu shtet. Mira Sadiku ka ndërtu në këtë vend. Dhe mëse pas përvojën me ndërtu shtet, na kena bo shumë gabime. Tash këtu është në ndërtu një farë besimi që këtë gabimet kanë qenë dashaksia dhe të vetdijshme. S'kanë qenë këtë dashaksia, jo se jo pas të vetdijshme s'kanë qenë. Do gabimeve që janë bose që thojnë në Gjakov të po të bojë kena bo shtet. Edhe të drejtimën i kuptoj që kanë ndodhur se jo veç të natë nuk ka shtet në botë që në fillim kur ja kanë nisë më ndërtu i përkrym. Këti kanë bojë që të gabime. Mas një kohë ja kanë nisë më sanu. Tash jena në një gjendje tjetër, tash i adreson që të tema që i adreson jo, shkon ty përmirësu, vjen dikush tjetër, mas 10 vjetë, e bën halja ma mirë, se bota hec e kështu me radhë. Dhe në që drejtim, unë menoj që ka është të rëndësishme është që to mos me ullon në heshtje. Shumë siguria punëtorëve për mua është urgjente. Në krejt, fushat. Po veçanërisht fushat që i bartin rrezikshmëri më të madhe, se natyrisht ndërtimi minjerat për shembull kanë rrezikshmëri më të madhe se sa këta diunë marketet e kështu me radhë që kishe përvojë. E në që drejtim, domethënë, te siguria e punëtorëve veçanërisht. A keni para pa me ndërhy edhe në ligjet që mbulojnë fushën e punëtorëve, apo vetëm të inspektimit edhe, se mu me sa e di, është një ligj i veçantë për sigurinë punëtash, që rrjedh prej ligjit punës. Mirë po, problem me gjetë zbatueshmëritë e çaj ligji i punës. Pa u rrit numri inspektorëve është problem. Se sa do thuti si pronar, si menaxher punëtorëve me i zbatu rregullat, është shumë problem me bind. Sikur të vinë inspektorët një herë në javë, një herë 2 javë. Mi është shqiptu gjobën. Mi është shqiptu gjobën, okej, denoj edhe biznisin, 3.000, 5.000, që shjon gjoba, po le të denohet edhe punëtori. Të mund se, si cili punëtor, si të mund ndërtim të ri, është i moshës madhore, mosha mesatare 45-50 vite, edhe ti tash, të më thonë, hynë nër plak me punu, me bo demontimin, edhe ti duesh me shku me i thonë, vendose helmetën, mbroje kokën tome. A din sa e vështirë është, sa problem. Të më nuk po kujdeset për sigurinë e vetë. Edhe si të vjen inspektori e shkruan gjobën për kompaninë e ndërtimit, domthonë punëtori nuk ka përgjegjësi kur gjon në drejtim. Të ndëshkohemi dy palë. Po këto me sa e dim të ndame, domethënë përgjegjësitë e punëtorit edhe të punëdhënësit në këtë rast janë ndame. Ju jeni përgjegjës për m'ia siguru pajisjet dhe pastaj ato që janë jashtë punëtorit, domethënë rrjetat e këto këtatyne. Ndërkohë që punëtori ka përgjegjësinë e vet, natyrisht. Po i ka përgjegjësinë e vet, po nuk ndëshkohet. Punëtori prej inspektorit nuk ndëshkohet, domethënë ndëshkohet veç punëdhënësi. Pse si kujdes me qenë punëtori me pajisjet punës. Janë edhe disa tema kështu që janë problematike, me që jemi në këtë pikë. Pranimi teknik i ndërtesave. Thuaj se nuk ndodh, apo ndodh shumë rrallë, shumë pak. Pastaj aty ka dyshrime serioze që për ta bërë pranimin teknik, zyrtarët e komunave kërkojnë apo marrin para për metër katror. Mos pajisja e ndërtesave me shkallë emergjente. Që është gjithandej, tepër rrallë ka ndërtesë në Kosovë që ka shkallë emergjente. Mos i zhdasht me qenë vetë sektori ndërtimit ma i përgjithshëm në këto tema, dhe me qenë edhe denoncues kur ju kërkohet rishvet për pranimin teknik, sepse është në fund të fundit është detyrë e tyne, se është kriju një farë kulture, hajtë për jap diçka t'i kry punëtën. Te shkallët emergjente, me ndryshimin e ligjit ndërtimit që është bërë, na jemi të obligun mrena, domethënë shkallë që janë të hyrjes, me u pajis me dyrë emergjente, me dyrë kundra zjarrit. Domethënë është evitu që kjo përdorimi i shkallëve emergjente jashtë, është zaventuar me çdo shkallë se prej asnjë katit nuk mundet me dëpërtu zjarrin në korridor në shkallë, kjo është e rregulluar çashtu me ligj. Te pranimi teknik, tash që kam pas prej pika kryesore fuqizimin sa më shumë të odës të inxhinierëve të arkitektëve, nuk mundet me dalë një jurist me ta bëu pranimin teknik. Domthonë unë jam sa më shumë me vlerësu njerëz profesionistë. Se ka njëherë te objekti a e këshyr vetë qashtu që është në letër. Nashta është shumë e parëndësishme një gjelbrim, a është ma këtu, a pak ka lëvizma një metër, profesionisti e kupton atë punë. Se te rregullin ndërtimit, na jem të obligun 20% me qenë hapësira gjelbërta kandi lodra për fëmijë. Së fundbi, të pajisur me leje, jemi pak të në basë që ty në rregulla. Po pranimi teknik është proces pak burokratik.
dhe mund t'i aplikon, duhesh me prit një 2 muaj 3, më të ardhë reni, më të thirrë në telefon, me e caktu një termin kur kanë me dalë inspektorët në teren. Kjo 2 palë t'i godit. Edhe kërkesa jame kryesore në parlament ka me qenë sa ma shumë mu shty për para ligji legalizimit. Jënë blokune miliona euro munges ligjit legalizimit, është ligji legalizimit. Po me thjeshtu sa ma shumë procedurat edhe me subvencionu. Se kjo nuk është veç të objektet banesore, kjo është edhe të shtëpitë private në katun. Në përfshatra që janë shtëpitë, ajo është kapitali vdekur. Si cile e ka shtëpinë në ashta 200.000, 300.000 nëse del një vlerësues i licencur me vlerësu, ai nuk e din që e ka qatë kapital me përdor si kolateral. Po te na jemi të goditur shumë te kjo, te mungesa e pranimit teknik, se domethënë për këtë periudhë. Në fakt ma të goditun janë pronarët e banesave. Po edhe na se shpesh na ndodh ndoshta edhe tatim me pagu për pronë që e kishit. Domethënë se nuk ka kalu prona në emën pronarit. Domethënë shpesh na ngarkohemi edhe me tatime. Tash për 2 palë kjo i shkon shumë ma lehtë te na, se i kishte thjeshtu procedurat edhe të bankës. Për shembull, banka nuk e njeh si pronë nëse se ka fletën poseduese, nuk e njeh si kolateral. Çysh do në mi shty këto përpara? Ju hynë në kuvend, ndërkohë garani për t'i fitu zgjedhjet edhe për me qenë Bedri Hamza kryeministër, a keni komuniku me të që a ka me i pranu me shty përpara në qeveri, se pa bashkëpunu me qeverin, është e kotë me pas si nisma. Sa kom pa në program Partisë Demokratike, një për pika kryesore të Bedri Hamzës është edhe kjo. Për shpejtimi i ligjit legalizimit, i legalizimit pronave. Ka shumë mangësi këtu. Duhet mu shtyn. Edhe procedurën më javë thjeshtu, sa ma shumë me punu njerëz profesionistë në që drejtim. Dhe unë me angazhu memorandumet veçanta me odën e noteris, me odën e inxhinierëve të arkitekte, profesionistë më marrë me këtë punë edhe me përshpejtu. Nashta shumë më mirë është me subvencionu komplet këtë proces qeveria. Mos më ngarku pronari banesës, qysh ka qenë një era, me a hek edhe qatë vlerë, se unë menoj që shteti përfiton shumë ma shumë në qarkullim të qatynve vlerave nëse e këten vlerë monetare, qatë kapital. Edhe besoj shumë të Bedri Hamza, unë besoj që Partia Demokratike ka me qenë fituese e zgjedhjeve dhe me Bedri Hamzën kemi me pas bashkëpunim jashtëzakonisht madh në çdo drejtim. Domthonë për me shtyr çet proces përpara. Cilat janë mangësi tjerat në fushën e juaj? Dhe kur po flisni për këto çështje, ju jeni një në qindra ndërtues. A jeni ju ai që zbatoni këto? Po tash me qëllim që pastaj na i kem proces çto fusha, çto i kem proces edhe jemi tu ballafaqua vetëm. Për shembull tani bashkimi i parcelave jam tu prit që 3 muaj në lan. Domthonë edhe pse në protokoll kur të aplikon numri i protokollit aty thotë që brenda 30 ditë duhet zgjidhet, kalojnë 90 ditë edhe nuk merr asnjë përgjigje. Unë kam i kushtuar rëndësi shumë të madhe edhe ligjit të mirëmbajtjes. Të objektet banesore nuk ka ligj të mirëmbajtjes, ligj konkret. Domthonë funksionon ndërmarrja publike banesore, nëse na si kompani private kërkojmë bashkëpunim me ta, kushti pror është që 50% e banorëve me qenë rezident. Që është kogja problem me siguruat çështje, se e dim që na ka shumë gurbexhi, diasporë dhe blen banesën, ai vjen 2 javë verës, 10 ditë dhjetor në vitri, edhe ka probleme pagu mirëmbajtjen për 1 vjet. Tash kjo çka po ndodh pi rëndon edhe banorë që janë rezident. Për shembull, hyrjen ku jetoj, mbrana 1 vjete janë ndru 3 kompani. Është problem ti me 30% pagesave me funksionom i pagu punëtor për mirëmbajtje të shkallëve të ashencorit. Për shembull, ashencori duhet me pas çdo 6 muaj servisin, që edhe ajo kushton ndrimi poçëve që janë materiale shpenzuese. Banorët jo rezident nuk marrin përgjegjësi për atë punë. Sa kam këshyr... Se vjen 2 javë, 3 javë... Vjen 2 javë dhe ka probleme boqat pagesë. Sa kam këshyr për shembull në Bashkimin Evropian, Gjermani, Zvicër, në moment që e merr një banesë me qira, çat kontratë që nënshkruan ti kit përfshin e krejt ato. Domethënë ti qëndrove në banesë, nuk qëndrove automatikisht në xhirollogari bankare, mjetet nalen edhe për mirëmbajtje. Por problemi është se funksionon shumë zezë. Japën qira banesa me qira, ku pagesat nuk kryhen, nuk paguhet atim. Janë shumë problemet cilat juve
Po me insistimin ton, unë besoj që ka mu afru, unë s'po tham që 100% me e kry, që shta zoti Visar, vjen dikush tjetër mas 10 vjetë e ban ma mirë. Për rëndësishme është mu inicu që kjo si procedurë. Mu inicu si ligjë, me regullu. Se tash, komuna duhet me pas njerëz që shkojnë me një hyrje, edhe këshyr kush është të banu, pavarësisht aja ka bleja, qysh është, aja ka marrë me qira. Aja është të banu që aty. Aja duhet me nënshkru një kontratë mirë mbajtjes që asaj, me pas një përgjithësi për qatë hyrje. Besoj që ka me qenë e rregullueshme do punë jashtëzakonisht shumë, po besoj që me hinë sistem rregullohet shpejt. Apo ndërtohet bukur edhe me standard? Kohëve të fundit po. Kohëve të fundit, ma herët, unë jam prej 2015-ës, po e mira është që të ligji ndërtimit, të puna e ndërtimit, çdo herë shkon të po ma mirë. Qysh e tham, si për shtetin, ashtu edhe na, ndrysh është ndërtu 2010-ën, ka qenë ndërtim emergjent, kanë ble njerëz për zor banesë, do me thonë, s'ka pas ku me jetu e ka ble banesën. Tash e ki është luks. Edhe blerësi kur vjen të merr pyetje një 2 orë, të lyp listën e materialeve që kemi përdor, kvalitetin, punën që ki bo në cilin objekt, ku referencën tonë dhe me po. Dhe mënë ka shku të avancu jashtëzakonisht shumë. Po, natyrisht kjo tash, domethënë njerëzve ju rritën standardet, kur të rritën standardet rritën kërkesat, si ndërtues sikur secili tjetër ofertues në treg do të me njek kërkesën. Edhe nëse na filloj me kërku ma shumë edhe ju s'keni çfarë ballo ma shumë, ose dini me biznesi, se kjo është punë konkurrencë tek e fundit. Po mu po më intereson domethënë se ç'ke po, unë jam shumë dakord me ligjin për mirëmbajtjen e ndërtesave, domethënë këtë na që jetojmë në Prishtinë kemi qët ballafaqim, domethënë që të përvojë. Tash ti kush e ka më mirë, ti kush e ka më keq, po unë me sa e di tash në përlagje janë të organizuar, domethënë në nivel lagjeve kikët, kryesinë e lagjes e kështu me radhë, diku funksionon. Për shembull, unë ku jam funksionon shumë mirë, po ka vende që nuk funksionon. Një gjë që duhet me pas parasysh është që domethënë mirëmbajtja e banesës nuk është vetëm lifti, ashensori, ose vetëm ka 100.000 gjëra aty që mirëmbahen, që bone hjeke që ato bëhet hymja shumë keq, domethënë. Për shembull, nëse s'mbyllet dera poshtë, nëse nuk pastrohet hymja, pastaj nëse nuk mirëmbahet ashensori, e që mund të prish, nëse nuk mirëmbahen dyert e garazhës e këto që i përdorim, gjelbrimi kështu me radhë, atëherë lagja fillon me u degradu. Dhe një lagje të degradume edhe për ata që është jetu në Gjermani edhe 2 javë me nejtë të veç, s'munësh me nejtë, s'ki ku me nejtë. Domethënë në shoh për shembull te na aty, ku patë që kanë vrejtje ta zën njerëzit që jetojnë katet më të poshtme, nishi, dyshi edhe treshi, thojmë se me paguën e për ashensor. Pse i përdori shkallë, po në rregull. Pa që jeton kat 9 s'mund i përdor shkallë. Kështu që unë mendoj që kur klitën çdo gjëra dhe do të më pas edhe parasysh edhe çet dimensionin e solidaritetit që na kanë herë harrojmë. Se ti kanë herë i bën disa veprime që i ndihmojnë edhe tjerëve, sepse dhe ata i bojnë disa veprime që ndihmojnë edhe ty. Na si shoqëni e kemi pas këto si traditë, po duhet me kultivu solidaritetin. Do të thonë ti nuk mendon veç për vete, se ti jeton në shoqëni. Në çet drejtim unë shoh edhe çet aspekt. Po kështu për se tash këto që i folë ti, e çto po duhet ta shtru si pyetje me çeki edhe përvojën, po një pjesë e konsiderueshme e tyre do të kishin me qenë çështje të kuvendit të Republikës në raport me ligjet ashtu. Po një pjesë e konsiderueshme zbatimit të gjithë nivel lokal. Çu keni paraqit to me sanu. Për shembull digitalizimi e vërmen Komuna Prishtinës ja ka nis. Kto se bën qeveria shëndore. Jo. Digitalizimi se bën qeveria shëndore. Po këto zoti Visar këto shkojnë përmes Ministrisë të Ambientit. Domethënë se çdo aplikim, çdo asi shkon Ministria e Ambientit është obligative mi përcjell zbatimin e ligjit ndërtimit të shkollës e dytë. Po. Edhe unë besoj që përmes Ministrisë të Ambientit këto shtyhen në të gjitha komunët, se obligohet edhe duhet me obligu pra. Me obligu, me bëni unifikim. Po zom jo veç Prishtina dhe Suarega me zbatu, po me obligu edhe komuna tjera. Edhe me marr njerëz profesionistë çysh zbatohet kjo. Fatmirësisht sot kem njerëz të shkolluar jashtëzakonisht shumë, si te aspekti i teknologjisë informative, inxhinierisë, arkitekturës, duhet më dhënë hapësirë shumë më shumë njerëzve profesionistë edhe këto shtyhen përpara. Po nëse Ministria e Ambientit e bën një udhëzim administrativ, po supozoj prej 1 janar 2027 gjitha komunat janë të obliguar me punu me e-leje. Domthonë kjo është e zbatueshme. Po çu e lufton se unë kom ditë të shpesh edhe bashkë me të dëgjuar ti. Çu e lufton që kjo korrupsionin. Për shembull, pse digitalizimi s'kish leju korrupsion në farë mënyrë. Po ti kime bë aplikimin online prej zyrës. As nuk kemi taku zyrtarin e urbanizmit. Ai ka më ta kthye emailin e ki mungesë, po supozoj,
një vërtetim tatimit në pronë ose një diçka kërkesa që je obligon me bo. Kemi rregullu, kemi përcjell. Edhe vjen njoftimi, kushtet e ndërtimit janë të gatshme ose leja e ndërtimit është e gatshme, e bën shkon e merr taksën e pagun edhe Kjo që do të thonë janë online, më po për shembull nëse jam interesuar, ta fshyr lejen ty me thonë ai ka krejt. Patjetër. Kjo janë krejt online. Edhe se jemi fare në fund. Një pikë tjetër është se nuk e di tash a ndodh në Suare kundërton pak më shumë, po që komunat e mbledhin taksën e infrastrukturës prej juve. Dhe ndërkohë nuk investojnë në infrastrukturë, por detyroheni ju me investu edhe në infrastrukturë kur dihet që ju e paguni që komuna me investu. A do ta shtyni përpara këtë çështje që të rregullohet ose me heq taksën e infrastrukturës ose atë komunat me detyru me kry obligimet e veta të infrastrukturës, sepse kjo rëndëm është. Edhe ti marrin paret, edhe nuk ti kryin rrugën, trotuarin, janë dhe çështje kështu. Në Prishtinë kam pas këtë rast, e kemi pagu taksën e infrastrukturës edhe jemi detyruar me shtru rrugën vetë, edhe kanalizimin, edhe ujësjellsin, edhe me rregullu rrugën, të gjitha vetë. Po. Unë mendoj që Kosova hala është mangë një infrastrukturë ligjore për shumë fushat, po sidomos te fusha ndërtimit. Investitori e merr lejen ku është rruga e projektuar. Komuna nuk merr përgjegjësia, është rruga, a ekziston ajo? Është veç rrugë e projektuar në plan zhvillimor ose në plan urban, në këtë rast në Prishtinë, ose në horizontale në Suari. Ta lejon qasjen çat rrugën, a është e pashtruar, a është shtruar pa ka rëndësi. Domthonë ti e merr lejen vetë si që ki kyçje në rrugë kryesore. Mandej na do e obligohemi me rregullu shtratën e rrugës, me vendos kanalizime, ujësjellës, komplet infrastrukturën me përcjell. Unë mendoj që duhet mu hek ndoshta krejt për rastet ku nuk ka infrastrukturë. Domthonë me negociu, ajo është e mundshme, negocion. Në Matini, në rrugën kaq nuk ka infrastrukturë, okay, kompania lirohet prej tatimit, prej taksës të infrastrukturës, edhe obligohet me kry vetë. Po, për shembull, në për komuna të vogla në këtë rast, po flas për Suarekën, zhvillimi ka ndodhur shumë i shpejt, po për një kanë bënë një punë të mirë drejtoria e urbanizmit të planit zhvillimor, të hartat zonale, edhe kogja kanë avancuar në këtë drejtim edhe te puna e rrugëve. Unë nëse kemi kohë edhe një çështje e kish na bë me te puna e pronave. Suareka është të bëjë një pilot projekt në 4 fshatra Mushtish, Sopi, Gelancë, nëse s'gaboj edhe Samadrash, bartja e pronave që është problem të na shumë i madh. Trashëgimia që nuk është e përfunduar, edhe shitblerjet që kanë ndodhur viteve 60-70. Pa kontrata, pa kontrata, pa kurrë. Ka pas rezultat jashtëzakonisht shumë të madh çtash. Ka me kërku, ka me iniciu, ka me mundu në maksimum që të punë me shty për para në të gjitha komunat. Është e kushtueshme se duhet mu pagu gjeodet. Mirë po një bashkëpunim me odën e noteris, me gjeodet licencun me këto, edhe me shty për para agencioni katastral, a dishta shumë e kish lecu. Se shumica prej neve nuk i kena pronat në amën tonë. Po flasë për fshatra, për zonat rurale, është bërë një ndrimi tokës atje me atje, domthonë sa janë do gjenerata gjallë hala. Domthonë se cila gjenerat që shkon, kjo shkon të u kompliku. Nëse ti kimi mbledh që ta është 3 nënshkrime, 3 njerëz, mas një 10 vjetë e bonakit duhet 30 njerëz me mbledh për mi kryq ato nënshkrime. E ka më mundu në maksimum që çështje me shty për para. Sa po shkon metri katror? A rrit çmimin edhe ky për këto që folëm më herët. Që në fund të pagun konsumatori mashtrajt për shkak se ju pagun edhe taksa për cilat nuk lirohni. Po ti po duhet mi kalkulu të gjitha. Edhe kjo ndikon që e pagun konsumatori në fund. Edhe kohën, për shembull që kjo që e përmena bartja prona, e nënshkruan një kontratë me një personin që e ke ofër nuk e ka tokën në amën vet, ti merr 1 vjet e gjys 2 kohë ajo. Realisht i hin obligim ndaj pronarit parë, i pagun ashtu edhe qira për shtëpinë e për këto, me pronarin e dytë nuk i mri me kry çështje. Arben Gjega e ka numrin 68 në listën e Partisë Demokratike të Kosovës, numri let mu mojt men. Nëse konsideroni që këto probleme me cilat ballafaqohemi, thuajse të gjithë, personalisht ne që jetojmë në qytet,
atëherë votojeni që njerë për gjithmonë të rregullohen disa gjëra të paktën elementare që të jemi më të sigurt në punë, që të kemi objekte më të sigurta, infrastrukturë më të mirë, bazë ligjore më të mirë. Mirupafshim. Faleminderit.